I përgëzoj deputetët për punën që kanë bërë, të cilët kanë qenë në mënyrë të vazhdueshme pranë banorëve në zonat ndryshme, kanë bërë detyrën e tyre dhe drejtues e degëve të partisë. Natyrisht, ata që u fshehen në këtë fatkeqësi të madhe ishin ata që kontribuan më shumë në të, qeveritarët, qoftë lokal, qoftë qendror. Dhe mbuluan me mashtrime. 6.000 forca, thoshte Edi Rama, janë në teren. Pa turpësi e madhe. 6.000 forca s'kanë bordoro ushtria. Nga i gjeti mbrojtja civile, nga mashtrimet e Edi Ramës. Dhe cinizmi ekstrem mbledh komitetin e emergjencës, është komitet i ngritur me vendimaj, dhe nuk shpall gjendjen e emergjencës natyrore, gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Dhe deklaron se kjo na përçan. Kjo kërkesë e opozitës na përçan. Po si të përçan? Ti je i detyruar të kesh një ligj për njeriu që vepron me ligj, për njeriu që thot, unë do zbatoj ligjin, je i detyruar të shpallësh gjendjen e emergjencës. Dhe mbi këtë shpallje, ti pastaj je detyruar, ky ligj të detyron, kjo shpallje detyron të zbatosh ligjin e emergjencave, të marrësh fondin e emergjencave, të krijosh fond emergjencash dhe t'i adresosh drejt qytetarëve. Prandaj u them qytetarëve që çdo gjë që ka thënë dje ka qenë një tallje cinike me hallet e tyre dhe asgjë konkrete reale. Po si mund të mbledhësh ti komitetin e emergjencës dhe të mos shpallësh gjendjen kur edhe sot në Durrës janë 3.800, 4.000 banesa përsëri me ujë brenda. E sa janë në Lezhë, sa janë në Mahmura, sa janë në Gjirokastër, sa janë në Fier, në zonën e Levanit, në Vosels e të tjerë. Dhe u mblodh në gjuhën dokrat mashtrimet e njëri pas tjetrit atyre, se s'përcaktoi. Për përcaktimi, shpallja e gjendjes fatkeqësisë natyrore është kushti i parë që qeveria të marrë hapa të tjerë për të kompensuar, për të dëmshpërblyer, për të adresuar problematikat e krijuara nga fatkeqësia natyrore. Dhe ky jo. Ky ka nga xhepi ato. Është kriminale kjo. Është kriminale. Po të gjitha këto tregojnë dhe njëherë karakterin e këtij regjimi. Të gjitha këto dëshmojnë se çdo ditë në pushtet ata janë një barë rëndë e tmerrshme për shqiptarët kudo që janë. Ndaj dhe është koha që Partia Demokratike të bëjë gjithçka për angazhimin maksimal në përmbushje të misionit saj. Në të njëjtën kohë kur nuk jep asnjë ndihmë, nuk cakton fondin për gjithë këto zona të përmbytura, digjen 2.000 biznese në mes të Tiranës. Mira e mira, qytetar humbasin vendet e punës, humbasin bukën e gojës, po qindra mira shqiptar që visheshin nga ai treg, për të mos thënë gjysmë e shqiptarëve ose më shumë se gjysmë e shqiptarëve, që
visheshin nga ai treg, e vërteta, kjo është. Tani nuk kanë mundësi të vishen, nuk kanë mundësi të blejnë roba ashtu si ishin për të veshur. Dhe pse kjo? Se do ndërtojnë kulla aty. Se mafja e betonit, mafja e kokainës, mafja e drogës, i djega ato për ndërtu kullën atë shesh. Ndërkohë, duhet të shtoj se intervista e zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj ishte autopsia më e thellë e vjedhjeve dhe korrupsionit të Edi Ramës me dosje, me dokumenta dhe me fakte. A mund të imagjinoni ju Durana, zona teknologjike e Durrësit, de facto territor komplet i troplinëve, të cilët me agasin kanë kontrolluar dhe kanë patur në kontroll çdo të dhanë të këtij shteti, nga dosjet më sekrete të prokurorive, gjykatave, shërbimit të fshehtë, tek çdo lloj e dhanë tjetër. Durana e Edi Ramës me troplinët. Ato dosje janë një akt akuzë me randa edhe për sistemin e kapur të drejtësisë. Sa herë është denoncuar dosja e Porto Romanos, e parkut, e koparkut në Durrës. Me dhjetra, mos qindra herë, me dokumenta, me çdo gjë. Asgjë nuk ndodh. Pse? Se është direkt Rama dhe penale, ministra dhe zëvendës thjeshtat implikuar direkt në te. E njohur kjo. €15.000 kamera policit. Ju garantoj që kush në botë në asnjë vend nuk e vendosin policit €15.000 kamera. Po është një lloj si historia e kapelës policit. Polici suedez, kapelja e tij €15. Kapelja e policit shqiptar €320 me plarentin që kalon nga një studion tjetër, një hajdut i shpifur, por që ka nda para me Ramën, s'ka diskutim. Të gjitha këto ka një konkluzion. Është populli dhe vetëm populli ai që duhet t'i japë Edi Ramës ndërshkimin e merituar, largimin e tij 1 minutë e më parë nga pushteti. Dje, po në këtë kuadër, zhvilluam një takim, ose thirrëm një takim jashtëzakonisht rëndësishëm me shoqërinë civile dhe forca politike. Në emër tuaj, unë u shpreh edhe një herë mirënjohjen më thellë të gjithë atyre personaliteteve të fushave të ndryshme,
të cilët pavarësisht nga, të themi, pavarësia e tyre në kuptimin politik, pa ndonjë afilacion partjak, por erdhën aty se të gjithë ata janë kundër të keqes që përjeton vendi. Aty pra u bashkuam në atë forum kundër një të keqe të përbashkët dhe aty erdhën të gjithë ata të cilët besojnë se Edi Rama është e keqja më e madhe e këtij vendi.